Trajtimet estetike që bëjmë në klinik, normalisht në varësi të moshës, në varësi të gjendjes së dhëmbit, gjithmonë preferojmë që ta këshillojmë dhe ta drejtojmë pacientin në mënyrat më pak invazive të mundshme. Nëse një pacient është vetëm 15 vjeç dhe vjen dhe i thotë i kam dhëmbët e shtrembërta dhe dua të bëj faseta, absolutisht që unë nuk ja bëj. Pasi në këtë rast dhe në këtë moshë, nëse dhëmbët janë të shëndetshëm, duhet patjetër të shkojmë drejt një aparati. Se pacienti është më madhor, pacienti i ka konsumuar pjesën e drejtimit të dhëmbëve, apo të zbardhjes së dhëmbëve, do shkojmë te fasetat, të cilat sërish ruajnë më së shumti strukturën e dhëmbit. Prapë nëse pacienti i ka kaluar të gjithë të fazat, do shkojmë tek pjesa e urave. I ka kaluar dhe ura, do shkojmë tek pjesa e implanteve. Domethënë i marrim shkallë, nuk më pëlqen që direkt, domethënë neve të bëjmë atë që pacienti është. Mua më intereson që pacienti me të vërtet nuk e ka sot informacionin e duhur se kush është ndërhyrja më pak invazive, por afatgjatë do ta ketë dhe përpiqemi të jemi sa më transparent në dhënien e informacionit.